أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po fillojmë me ligjëratën e 67 të leximit dhe shpjegimit të veprës Maraqi el-Falah, Sharh Nur el-Idah të Imam Shrumbulalit, rahimahullah. Kemi rritë dhe kjo është edhe njësia e fundit të Kitabus Salat që ka të bënë me librin e namazit, të ahkam e shahid, dispozitat e shahidit, pra dispozitat që kanë të bëjnë me dëshmorët ose shahidit. الشهيد سمي به لأنه مشهود له بالجنة. Thot autori, shahidi quhet shahid, dëshmor, dëshmi, sepse për te është i dëshmuar se ai do t'jetë në xhennet. Dëshmit që janë të shumta për te se do t'jetë në gradën e xhennetit, dhe për te janë dëshmi melekët për vdekjen e tij, dhe thotë Allahu xhalla shanuhu wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Pra në bazë të këtyre ajeteve dhe argumenteve tjera që ka plot, për këtë arsye quhet edhe shahid. Shahidët do të shohim më poshtë se janë dy lloje në parimet, në rregullat të fikut. Njëri quhet shahidu al-akhira edhe shahidu dunya. Shahidi dëshmori i ahiretit dhe dëshmori i dunjas. Ai që është dëshmori i dunjas është edhe shahid i ahiretit, e ai që është shahid vetëm i ahiretit nuk është edhe shahidi dëshmorit e kësaj bote në këtë jetë, për shkak të aplikimit të rregullave që bëhen, të rregullave të fikut që bëhen ndaj tij. Këtë na e shpjegon sigurisht më vonë. Al-maktul bi ayyi sababin kana, i vdekuri, i vrari, pa marrë parasysh me çfarë, cili është sebepi i vrasjes së tij, inqidau ajalihi, që përfundon exheli i tij, ولم يبقى من أجله, këtij nuk i ka ngel, po u plotësu exheli i tij. Pra, s'ka nga risku i tij, ju ka përfundu jeta e tij, por i ka përfunduar me sebebin e diçka tjetër. Sipas ehli sunnetit quhet shahid, sepse ne, për dallim prej mu'tazileve, këtu e ka synimin autori, mu'tazilët thonë se njeriu kur e vret njeriun, thot po të mos kishte qenë vrasësi, ki do të jetonte hala. Po të mos kishte qenë vrasësi, ki do të jetonte hala. Dhe ky vrasësi është sebeb dhe e ka ndërprer ose jetën e tij e ka ndërprer në gjysmë, nuk e kalon me kompletu atë që e ka përcaktuar Allahu xhalla shanu. Për këtë arsye katili dënohet. Te ehli sunneti ne nuk mendojmë kështu. Ne mendojmë se ai e ka vdek me exhel, pra në afat të përcaktuar, por sebepi çka është marrë dhe për kryerjen e sebepit katili vrasësi dënohet nëse është për tu dënu. O shahidu shar'an, shahidi sipas shariatit konsiderohet men qatala ahluhu al-harb mubasharatan aw tasabbuban bi ayyi alatin kanat walau bima'in aw narin ramuha bayna al-muslimin. Shahid konsiderohet çdo kush që ka vdekur, pra që është vrar ose që ka vdekur,
qoftë luftëtar që është në luftë pra, pavarësisht se vrasja është direkte, mubasharatan, ose tasabbuban, për shkak të ndonjë shkaku. Bi aletin, me mjet, me pushk, me bajonet, me format të ndryshme, me mjet, ose e kanë gjujt në ujë, për shembull, është ngulfat, e u biner, ose me zjarm, ose pavarësisht nga forma. Por këtu e kemi fjalën mubasharatan, kur është drejt për drejt, ajo, dhe kur është veprimi indirekt, se veprimi tasabbuban është veprim indirekt, edhe të vrasjet në drejtën penale, e kemi vdekjen përmes mutasabbiban, me ndonjë sebeb. Njeriu nuk është drejt për drejt vrasës, po sebepi është, për shembull, e mbyll njeriun me një dhomë diku, s'ka as dyra as dritar, e mbyll ti me qels, edhe shkon. Ki se ka mbyt, dhe ai jeton 1 ditë, 2, 3, një javë dhe vdes, çka ka me bë tjetër? Ka me vdek ati. Kjo është vdekje me shkak, e shkaktuar de facto, bisebeb, tasabbuban lahu. Se njeriu nuk e ka vrarë me mjet, as me thik, as me pushk, as me bajonet. أو قتله أهل البغي أو قتله قطاع الطريق بأي آلة كانت. أهل البغي janë rebelet, rebelimi. Al-bugat janë ata njerëzit të cilët kanë dalë nga sistemi, nuk pranojnë pushtetin, nuk pranojnë sistemin. Quhen rebel, dhe këto shkaktojnë dhe vrasin edhe njerëz. Ose këta utorok janë këto, edhe këto që si kategoria rebelve, janë vjedhësit që dalin rrugëve, i plaçkitin njerëzit duke kalu rrugëve. Tani këtu, sanksioni i këtyre, në drejtën penale, është 2 lloje, pavarësisht nga vepra, nëse ato vetëm plaçkitin kalimtarët, apo ka raste kur edhe i plaçkitin edhe i vrasin. Tash varësisht prej gjendjeve se si gjykojnë ato, pra ato që janë rebeluar, njerëz që kanë dalë prej sistemit dhe nuk pranojnë sistemin e shtetit, bëhet fjalë për shtetin islam, ose ato që janë hajdut rrugëve që vrasin njerëz, të vrarërit prej këtyre, qoftë prej rebeleve, qoftë prej këta utorok, konsiderohen se janë shahid të Allahu xhallashanu bi eji aletin kanat, me çfarë do mjeti që tjetë, është pushka, është bajoneta, është gura, është ku e diun. Au qatalahu al-lususu fi manzilihi lejlen, au bi methqalin au naharan. Ose dikush ka është vrarë shahid është edhe ai që është vrarë në shtëpinë e tij, e kanë vrarë hajdutët, vjedhësit, pavarësisht me cilin mjet. Ai kanë rarë me çekiç, ai kanë rarë me një drua, natën ose ditën. Kanë hi me vjedh dhe ki ka tentu me mbrojt nderin, pasurinë e vet, dhe e kanë vrarë, e kanë mbyt, ki trajtohet si shahid. أو وجد في معركة سواء كانت معركة أهل الحرب أو البغي أو القطاع الطريق وبه أثر كجرح وكسر وخرق وخروج الدم من أذن أو عين لا من فم وأنف ومخرج. Ose ai që gjendet në fush betej i vrarë, pavarësisht se kjo betej është zhvillu me anëmikun ballë për ballë, do thot me anëmikun e jashtëm, ose është zhvillu beteja me këto rebelët, pra që shteti, çka bën kur ka rebelizëm? Përgatit ushtërinë, policinë, ose ato që vjedhin, pra plaçkicit e rrugëve, shteti paraqet policinë dhe ato rezistojnë. Dhe nëse e vrasin dika që gjendet dikush në mejdanin e përleshjes dhe është i vdekur, gjendet i vdekur, trajtohet shahid, por me kusht. Nëse ka gjurma në trupin e tij, se ka plag, ose ka varr, ose ka djegje,
ose ka gjak, ka në trupin e tij, do thot, është përdor forca për vrasjen e tij. Sepse ai ka mund të vdesh prej vetë, s'ka asnjë gjurmë dhunës, ai nuk quhet shahid, pse ka vdek në atë marrëke, ka vdek në atë vend. Pra nëse ka gjak në trupin e tij, ka plag, ka djegje, ka sende, thyrje të eshtrave, atëherë konsiderohet se është shahid. Por nuk merret parasysh gjaku i cili ka dalë për hunde, për goje, sepse dalja e gjakut për goje dhe për hunde mund të jetë edhe e rastësishme. أو قتله مسلم ظالما لا بحد وقود عمدا ولا خطأ بمحدد, ose është vrar, e ka vrar një musliman me pa drejtësi, pra, me pa të drejt, la bihaddin wala qawad, la bihaddin as në formë të sanksionit të haddit, për shembull, të zinaja që është, haddi, është vrasja e tij, e as kisasit, bi qawad është shpata, el qawad, la qawada illa bi sayf, nuk ka kisasit në fakto, nuk ka gjakmarrje illa bi sayf. Hamiden la khatan, edhe që është vra me qëllim, e jo që është vra gabimisht. Wa kana, për të trajtuar dëshmor, duhet që t'jetë musliman, sepse nëse s'është musliman, nuk mund të flasim për shahidat, dhe duhet t'jetë muslimen baligan, musliman dhe t'jetë i moshës së madhore. Khalian min hajdin wa nifasin wa janabatin wa lam yartath, i cili është i lirë, pra nuk është musliman balig, moshës madhore, nuk është në menstruacione, ose në nifas, ose nuk është gjunub, ose lam yartath është kur i jepet, nuk është bart kur i jepet ndihma. Këtu e kemi fjalën për shahidin e dunjas. Këtu e kemi fjalën për shahidin. Ai te Allahu xhalleshanu në botën tjetër e ka hukmin e shahidit. E ka hukmin e shahidit. Veprimet që ne duhet t'i bëjmë ndaj tij në këtë botë nuk janë veprimet të shahidit. Pra, duhet lahet xhenazja, duhet pastrohet, duhet qefinoset e kështu me radhë. Për dallim nga shahidi i cili është vrarë në pikën e frontit, xhenazja e tij nuk lahet, i hiqen armët, i hiqen sendet e tepërta që i ka në trup dhe i falet namazi i xhenazës, por varrozet me pikat e gjakut të tij bashkë me gjakun e tij, që ato të jenë aromë, të shndrohen aromë prej aromave të xhenetit dhe të jenë dëshmi në ditën e gjykimit për shahidllëkun e tij. Por nëse është femra në hajz, nëse është në nifas, ose është gjunub, ose nëse të vrarit është lëndur në pikën në front, i ka rënë plumbi, dhe është akoma i gjallë, nëse e marrin njerëzit, e bartin, e çojnë atje, i japin ndihmën e parë, ose fol diçka, ose han diçka, ki është shahid për në ahiret, por për jetën e kësaj bote duhet merren masat sikur të njerëzit të tjerë. Këtu e ka fjalën autori, pra nëse është gjunub, nëse është nifas, ose në hajs, ose irtathat bihi, ose është intervenu te ai, atëherë duhet që t'i falet, t'i lahet namazi i xhenazës së tij. Wa yukaffanu ma'a thiyabihi lil amri bihi fi shuhada'in Uhud. Thot shahidët qefinosen ose varrosen në një fjalë, pa qefin i shahidëve, dëshmorëve, janë rrobat e trupit të tij. Sepse kështu ka urdhëru pejgamberi alayhi salatu wassalam në betejën e Uhudit. Wa yusalla alayhi, i falet namazi i xhenazës, e shahid bila ghaslin,
por nuk i lahet, si që thamë, nuk i lahet trupi i shahidit. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حمزة وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة. Thot betejën e Uhudit, Allahu Gjalleshanu, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ka vëndu trupin e Hamzës, pastaj e kanë pru një sahabi, ja ka falë namazin e gjenazës, e kanë lërgu sahabien e kanë pru tjetrin, ajo ka falë namazin e gjenazës, një nga një. Hamza ka qëndruar në vend, nuk e ka hjek. Kjo nuk kupton se Hamzës e është falë namazi 70 herë bashkërisht me dëshmorët tjerë. Kema fi musnad Ahmed, thot kështu transmetohet në musnedin e Imam Ahmedit radhiyallahu anhu. Wa salla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qatla Badrin, thot dhe pejgamberi po e sjell argumentin pejgamberi, po e sjell sepse ka mendim te shkollat tjera juridike, fukahat, që namazi i shahidit edhe nuk i falet namazi. Tash kjo është bazuar me dhebin Hanefi. Nuk i lahet gjenazja, varrozet me rrobat e tij, i hiqen ato çka janë tepër, çka janë prej lëkurave, arma, hekra, sendet që i ka, sidomos luftetarët që i kanë, lirohet prej atyre sendeve, nëse nuk i arrin ato për qefin, nuk i mjaftojnë, mund të shtohet, nëse ka tepër mund të hiqet, por kryesisht varrozet me rrobat e luftës bashkë me gjakun e tij. Pra ki po i bjen argument se gjenazja e tij nuk lahet, por se i falet. Argument se që i falet gjenazja shahidit është beteja e Uhudit, ku po tregon se i ka falë pejgamberi alayhis salam, dhe beteja ala qatla al Badr, e ka falën namazin e gjenazës edhe shahidëve të Bedrit. لإظهار كرامته حتى اختص به المسلم وحرم المنافق والشهيد أولى بهذه الكرامة. Namazi e gjenazës thot falet për të respektu, për nder dhe respekt të atij. Dhe këtë respekt e meriton kush? Vetëm muslimani, për dallim prej munafikëve. Wala tusalli alehim, ka thënë Allahu Gjalleshanu për munafikët, pejgamberit alayhis salam, dhe mos u afal namazin atyre. Këtë nder që meriton njeri, çdo njeri i rëndom, për t'ju fal namazin gjenazës, është nder, respekt ndaj njeriut. Fe shahidu eula, dëshmori ka dhe më shumë përparësi që të jepet ki nder për faljen e namazit të gjenazës. وينزع عنه أي عن الشهيد ما ليس صالحا للكفن, pra i largohen shahidit, dëshmarit, ato gjërat që nuk janë të detyrueshme nga trupi, pra pasi që ka vdek, i largohen ato sendet që nuk janë detyrueshme, nuk janë obligative për qefinin e tij. Për shembull, parzmore, lufta, sendet që i bartin ushtarët, arma, gjithë shka që kanë ato, këto janë gjërat të tepërta, nuk ka nevojë. Yunza anhu silah wad-dar, pra arma, nuk duhet varroset me armën ose me atë parzmorën, hekurin, mbrojtjen, krave, ku e di unë, se si janë këto, i hiqen krejt ato, përveç se atyre çka janë të rroba të cilët mjaftojnë për qefin. An Ibn Abbasin, transmeton Abu Davudi, regjistron hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, ku thot, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qatla Uhud an yunza anhum al-hadid wal-julud. Pejgamberi ka dhënë urdhër në ditën e Uhudit, pra në betejën e Uhudit, pas përfundimit të luftës, që krejt luftetarëve tu hiqet prej trupi, shahidëve jo luftetarëve, shahidëve të Uhudit, tu hiqet nga trupi krejt çka kanë hekër dhe lëkura, ato format lëkurës që janë i përdorin ushtria. Wa an
Yudfinu bidimaihim wa thiyabihim, dhe shahidët që të varrosen pra me gjakun e tyre dhe të varrosen bashkë me rrobat e tyre. Wa yuzadu idha naqasa ma alayhi min kafani. Nëse nuk i arrin trupi, ka rrobat pak në trup, nuk i arrin për të mbuluar këtë, mund të shtohet qefin, va janë kusu, edhe nëse ka tepër i heket, për shembull. Wa yughassalu shahidu inda al-imam in qutila junuban. Imam Ebu Hanifja thot, shahidi që ka vdek shahid, thot, i lahët gjenazja e tij nëse ka vdekur gjunub, nëse e dim se ka vdek në halët gjunub, në momentin kur duke qenë gjunub. Li'anna al-Handhalata ibn Rahib istushhida yawma Uhud. Sigurisht e dim në atë rastin e Handhala ibn Rahib, njeni prej sahabëve, thuhet se është martu, dhe atë natë që ka i dhëndër, pejgamberi a.s. ka bo apel, pra ka bo kushtrimin për luftë të Uhudit, dhe ai me njëherë ka dalën për në luftë dhe ka qenë i pa pastër, ka qenë gjunub. Dhe ka rash shahid në betejën e Uhudit. Mirë po, kur kthehet, thot pejgamberi a.s. ve një rrethësh kësaj, inni ra'aytu al-malaikata tagsilu Handhalata ibn Abi Amir bayna as-sama'i wal-ard bima'in mazan. Thot pejgamberi a.s. e kam par trupin e Handhalës duke e la me lajket mes qiellit dhe tokës. Nuk e ka ditë pejgamberi se ky ka qenë gjunub. I ka pa me lajket duke e la gjenazën, trupin e Handhalës mes qiellit dhe tokës. Thot Ebu Saidi, kur e ndëgjum pejgamberin duke thënë se Handhalën e kanë la me lajket mes qiellit dhe tokës, thot shkum te Handhalja, wa nadharna fa idha bi ra'sihi yaqtaru ma. Kur shkum te Handhala, e pam e këshirëm Handhalën, prej kokës së tij pikonin pika të ujit, do thot shenjat që e kanë la me lakët. Fa arsala an-nabi ila imratihi fa akhbaratu annahu kharaja wa huwa junub. Pejgamberi i ka pa me laqet se po e lajnë Handhalën, por nuk e ka ditë pse. Ka pas edhe tjerë të vrarë në Uhud. Nuk i ka pa tjerët, e ka pa vetëm Handhalën. Kur janë kthin në Medinë, e ka thënë shkove të gruan e tij, çka është puna e këtij? Pse pikrisht këtë njeri e morën me lajket e ngritën në qiell dhe mes tokës dhe qiellës e lanë gjenazën e tij? Ç'është hikmeti? Atëherë gruaja e tij e lajmëron se kur ka dalë prej shtëpisë ka dalën gjunub dhe këtë pastrimin e tij e kanë bën. Imam Ebu Hanife prej këtu e merr argumentin se ata që vdesin shahid dhe janë në këtë gjendje gjunub, duhet të pastrohen. Au sabijen vë me gjnonen, edhe fëmija mund tjetë shahid, edhe i qmendëri mund të shahid. Mirë për çka? Këtyre u lahët gjenazja. Sepse shahidit që është i madh balig edhe akil, i menshëm dhe moshërritur, thot mjafton shpata e anmikut për t'i pastru mëkatet e tyre. Dhe s'ka nevojë ujit t'i pastron. Kurse i çmenduri dhe fëmia nuk kanë mëkate, s'ka pas shpata çka të pastron për atyre, këto mund të pastrohen. Po ashtu e njëjta është edhe te el-Khaida o nufesa, edhe gratë të cilat vdesin në kohën e menstruacionit edhe në kohën e nifasit. Gjenjet se kur
konsiderohet njeriu shahid të ahiretit, jo shahid të jetës së kësaj bote. Pra të thash, shahid i ahiretit, shahid i kësaj bote, ne e trajtojmë sikur njerëzit të tjerë, kurse ai ose ajo e ka statusin shahid të Allahu Gjallëshanu, por ne e pastrojmë këto. Ibn Abidini thot se Imam Sujuti, rahimahullah, ka rrëdhitë rreth 30 kategori të njerëzve të cilët kanë statusin e shahidit. Mesin e atyre, ato që janë në mbrojtje të moralit të tyre, në mbrojtje të pasurisë së tyre, janë në punën e tyre, janë që janë punë pra, fisebilillah, gratë të cilët janë në lindje, gratë të cilët vdesin dhe kanë ndonjë sëmundje, njerëzit të cilët vdesin prej sëmundjeve të rënda, prej sëmundje ngjitse këto që kanë pandemive. Krejt këto trajtohen si shahida. Pra Imam Sujuti i thot, Ibn Abidini, rahimahullah, thot i rrëdhit diku 30 kategori të këtyre. Por kjo nuk do thot se na nuk i lajmë gjenazët e tyre. Sepse ato që nuk i lajmë gjenazët e tyre janë ata të cilët vdesin në vijën e frontit, vdesin mubasharatan drejt për drejt me anmikun, dhe nuk u është dhënë ndihmë nga njerëzit. Nëse ajo është plagos rand, pastaj njerëzit e kanë bartë, e kanë çuar te mjeku, ka jetu qoftë 1 orë për mas, ka marrë infuzione, ki thot duhet t'i lahet xhenoza, sepse është intervenu ti ki. Ki nuk e humb statusin e shahidit. Kjo është shahid. Mos mendon dikush se tash çka u bë me këtë. Jo. Ki është shahid sepse irtut thët bihi. Këti i është dhënë ndihma. Vetëm nëse është largu prej mejdanit, duke mos e lanë që ta shkelin kuajt, apo tenkat, apo ku e diune, se si zhvillohen këto betejat gjatë luftave të cilët bëhen. Nëse thot i plagosërin në luftë, pavarësisht me ka është duke u bë lufta, qoftë me anmikun, qoftë me këto bugat që ka janë, rebelët, qoftë me këto hajdutët që vjedhin rrugve, gjatë marrëkes, gjatë betejës që është bë, dhe ki është lënduran, edhe ka fol diçka, ka lënë vasijet diçka, ose ka ngrënë diçka, ka pi diçka, ka bë mohabet me dika, ka shit diçka, ka ble diçka, e ka lënë një vasijet dunjas me diçka, thotë, këtu ka mendimet ulemave, ki e humb, pra këti i pastrohet, ose i lahet gjenazja dhe varrozet si shahid, por jo, nuk varrozet pa ju lahet gjenazja, sepse nuk është i drejt për drejt nga lufta. Ka mendimet të dietarëve, thot, idha të kelleme kelimatejni, nëse i ka fol 2 fjalë, thot nuk e humb statusin, pra nuk duhet t'i lahet gjenazja. Nëse ka fol ke Saad ibn Rabi, këtu nuk e përmen, po ka njeni në betejën e Uhudit, kur është largu më armiku, i kanë kërku të vrarët njerëzit ku i kanë dhe ki kanë munguar, dhe e gjanë dikush sahabët, dhe pejgamberi thot, shifni thot Saadin ku është, a është mesin e të vdekurve, a është mesin e gjallëve. Pastaj ka shku dikush prej sahabëve, nuk e mbajnë men emrin kush, mirë, dhe e ka gjetë dhe e ka pyetën, ka thonë, ti je prej gjallëve, apo Rasuli ju kriu ka selam, thot pejgamberit ka bo selam, thot edhe ti bani pejgamberit selam. Thot, unë jam i gjallë, por po e parafrazoj fjalien tash në kuptim, thot, unë akoma jam i gjallë, por jam në fundin e jetës, dhe thot më para vdekjes, sepse thot sahabiu, në trupin e tij kishte 70 plagë të marrura nga shigjetët, nga shpatët
dhe nga format tjera. Dhe në fundin e jetës, thot inni e shumë më raihatul janna. Thot i bën selam pejgamberit se unë më veç po e ndjej erën, aromën e xhennetit. Pra këtë e mori si shembull se sa duhet të flas dhe sa nuk duhet të flas. Këtë këto, gjatë betejave dhe gjatë luftëve, janë nëse ne i gjajmë dhe u japim ndihmë pas përfundimit të luftës. Fillon një betejë e madhe, dhe gjatë betejës është shumë vështirë për t'i kontrollu ti kush u plagos dhe kush vdiq. Dhe ne e kemi vështirë, kemi dëshmitar se u vrakin vend apo u plagos çati dhe vdiq çatje. Tani, po mos i bitiset beteja, atëherë çdo gjë fillon të kthjellohet dhe thonë dietarët, krejt këto mund t'i vlerësojmë pasi që të bëhet përfundimi i betejës. Kemal ibn Humami thot, idha ikhtalat qutla al-muslimina bi qutla al-kuffar أو موتاهم بموتاهم فإن كان مسلمون أكثر يصلي عليهم وينوي المسلمين إلا فلا. Nëse në një vend janë përzi të vrarit, musliman dhe jo musliman. Ta zamë kohën moderne, Kemal ibn Humami sikur me pas jetu sot. Thot nëse është një ndërtesë për shembull, 10 katëshe, 15 katëshe, dhe bjen një bomb i shkatron ato, njerëz vdesin aty. Dhe aty ka musliman dhe jo musliman. Thot çfarë duhet bëjmë me ato? Nëse kemi informacione se shumica e tyre janë musliman, pra shumica janë musliman, yusalli alejhim. Ju falët namazit të gjithëve sepse s'ke mundësi t'i dallosh. Por niyeti i namazit bëhet për muslimanët, jo edhe për jo muslimanët. Wa illa fala. Nëse shumica janë jo musliman, por mesin e tyre ka edhe disa musliman, dhe janë të vrarë në atë betejë, thot nuk ka nevojë falja namazit sepse janë min ash-shuhada. Illa man urifa annahu min al-muslimin. Por ju falët namazi vetëm atyre të cilët dihet pra se ky është prej muslimanëve, ka shenjë dhe ka argumente se është musliman. Dhe problemi tjetër thotë, ku duhet varrosen në varrezat e muslimanëve. Thotë nëse vdes, nëse gruaja vdes, të këto rastet, të këto shkatrimet që ka thash, se janë të përzijera, thot, bëhen varreza të veçanta. Kur janë të përzijera dhe kemi falë namazin e xhenazës gjithë, sepse shumica e musliman, varrosen në varreza të veçanta, nuk përzihen me të tjerët. Thot, nëse jo në këtë rast, por në rast tjetër, është mbyt një grua jo muslimane, e cila në barkun e saj ka fëmijën nga baba musliman, fëmija trajtohet musliman. Tani thot, duhet të varroset në varrezat e muslimanëve apo në varrezat e jo muslimanëve, thot edhe për këtë merret bëhet varrezë e veçantë, nuk varroset as në varrezat e muslimanëve e as të jo muslimanëve, sepse nana është jo muslimane, por fëmija është nga fryti i babës dhe na e dim trajtimin se si varet fëmija është sipas fesë khairul abawaini dinan. Pra prej prindit më të mirë që e ka fen, këtë rast fëmija është musliman dhe varroset në varreza në vete. Sigurisht atje ku ka mundësi dhe ku jepen këto kushte.
Dhe me këtë, Imam Shërbëllali e përfundon edhe dispozitat që kanë të bëjnë me dëshmorët, pra me shahidët, dhe njerë po e përsëris fjalien që është me rëndësi të dijet mesin tonë, se prej shuhedave, se mund tjetë shumë veprime shahidaj, dhe ne mund themi se është shahid të Allahu Gjallëshanu, insha Allah, nëse njeri ka vdek për një smundje të ranë, nëse gruaja ka vdek në lindje, është shahid. Por jo prej shahidëve që nuk u lahët gjenoze, këtyre u lahët gjenoze. Këtyre u thuhet janë shuheda ul akhira, shahidat të akhiretit, jo të kësaj bote. Shahidat kësaj bote janë vetëm ata që vdesin në vijën e frontit, pra vdesin në luftë, pavarësisht a janë të vrarë, ballë për ballë me anmikun, apo me bugat, me këto rebelët, apo me hajdutët, apo në mbrojtje të shtëpijës së tij, por që ka gjurmë se është vrarë ati dhe nuk i është dhënë ndihma, sepse e gjeli s'ka bo sabër me i dhënë ndihmë atina. Kjo nuk do të thotë se ki qenë ka i plagosën lënën e vdes shahid, jo. A duhet me e marë, se nuk hum kur gjoj, se ne nuk e dim ardhmërien e ti, por nëse ai ka vdek në atë gjendje, varroset me gjakun e tij. Shahidët tjerë, është vra, është plagos në luftë, ka shku në spital, ka nejt një javë, ka vdek këti, i lahet gjenazja, i pastrohet gjenazja, dhe kjo nuk e ul nivelin e dëshmijës, nuk e ul nivelin se është ma pak dëshmor, se krejt çka është me rëndësi, me qenë dëshmor të Allahu Gjallëshanu. Nuk është me rëndësi ne e kemi vlerësu dëshmor apo jo. Ne mund të them, hajdutin më të madhin të vlerësojmë dëshmor, po të Allahu Gjallëshanu nuk bëhet dëshmor. Dhe dëshmorin më të mirë, ne mund të themi hajdut, po të Allahu Gjallëshanu është dëshmor. Pra, vlerësimet, kriteret e gjykimit të Allahu janë tjera. Por ne po flasim për dispozitat praktike të fikhut, se si duhet të bëhet varrosja dhe qefinimi i dëshmorit, dhe me këtë e përfundon edhe Imam Shërbëllali, Allahu Gjallëshanu e pas të mëshiru, dhe me këtë njësi përfundon edhe dy libra, t'i them, të Meraki el Felahit, përfundon Kitabu Tahara dhe Kitabu Salat. Tani vjen Kitabu Saumi ose Kitabu Siyam, që do të fillojmë në ligjëratët tjera, insha Allah, dhe ku e di, ndoshta është edhe një surprizë tash bosh para Ramazanit edhe të fillojmë me Kitabu Siyam. Ne i lutemi Allahu Gjallëshanu që të gjithë të vdekurit tanë, po edhe të gjallët tanë që jenë, Allahu Gjallëshanu dhe neve bashkërisht me to të na mëshiroj dhe të na fusë në mëshirën e tij në jetën e kësaj dhe në jetën e botës tjetër. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.